Po nëse shkojmë tek liçenet e tjerë për shembull, nëse shkojmë dhe flasim edhe për liçenin e Batllavës, ka pasur këtë problem apo jo? Jo, ende nuk kemi ndonjë problem tillë në liçenin e Batllavës, deri më sot jo. Nëse ka turbullim të ujit, atëherë normalisht që i njoftojmë qytetarët, por tash për tash vetëm në liçenin e Badocit. E kur ka nisur pikërisht ky problem? Nga dje do të zjas sa ditë? Po, ky problem ka nisur dje, është diçka e natyrës, sepse ka pas vërshime në vendin tonë. Po. Është nga natyra dhe po shpresojnë që brenda 2-3 ditëve veç do të fjellet ujë në këto. Arita, mund të më tregoni si keni ju bashkëpunimet për shembull me komunat të tjera? Jam duke parë një njoftim që në fakt është publikuar edhe nga kryetari i komunës së Drenasit, zoti Ramiz Lladrovci, ka bërë të ditur se komuna do të ndërmarrë hapa ligjor ndaj KRU Prishtina për mos furnizim të rregullt me ujë të pijes. Komuna e Drenasit ka mungesa të ujit të pijes. E keni këtë informacion, çfarë ka ndodhur? Kjo është diçka që ka ndodhur nga natyra, është kanali i Bërlepencit është uji në të është turbulluar për shkak të vërshimeve. Dhe nuk merremi me deklarata të tilla. Nuk merremi me deklarata të tilla. Ne kemi mision që të mundohemi të punojmë, të furnizojmë qytetarin me ujë të pijshëm dhe largimin e ujrave ndotura, kështu që secili e ka detyrën e vet dhe mund të veprojmë si të dojnë. Por kur kushtet atmosferike, le kthehemi përsëri në vend tek tema kryesore, kushtet atmosferike